Përshëndetje nga edicioni informative dhe këtë të shtunë, do të ndajmë zhvillimet gjërësirë së bashku, do të njihemi me zhvillimet e aktualitetit, ku në kremtim të besimtarve katolik në mbar vendin të cilët kremtojnë Pashkët, festa që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Famultari i Kishës Katolike të Vlorës, Padre Sanhill, shpjegon se Pashkët janë një moment i rëndësishëm për besimtarët. Besimtarët katolik kremtojnë festën e Pashkëve. Në Kishën Katolike të Vlorës së diele e Pashkëve kulmon me meshën e shenjtë, e cila zhvillohet gjatë paradites me praninë e besimtarëve të shumtë. Kjo festë përfaqëson ringjalljen e Jezu Krishtit, një nga momentet më të rëndësishme të besimit të krishter. Famultari i Kishës Katolike, Padre Sanhill, shpjegon se Pashkët janë një moment shumë i rëndësishëm për besimtarët, pasi simbolizojnë rikthimin e Jezu Krishtit në jetë dhe japin një mesazh të fortë shprehse, besimi dhe ripërtëritje shpirtërore. Ju dini që ne festojmë një festë e madhe në fe katolike dhe ortodokse pak më vonë do festohet, por për ne katolike është në përgatitje për të ftuar, të pranuar Jezusin prapë si korpi e gjaku, si ishte Jezusi, si jetuar në botë, edhe vdekur prandaj kthehet për ne, për dashurin tënde, më do themi. Ai vjen për ne edhe sot kemi mesha vigjiljes që tregon ne jemi gati për të pranuar Jezusin si korpi edhe gjaku i tij si ishte. Edhe është edhe një fe veçantë për gjithë krishterë, sepse edhe sot në Kisha Katolike bëhet pagëzimi. Ne bëjmë antar i Kishës Katolike. Gjithë famulli në Kishë bëhet pagëzim sot, dita e në brëmje, gjatë mesha vigjiljes. Edhe është një kujtim shumë veçantë, sepse edhe pardje kemi kremtuar mundimet e Jezusit, kur Jezusi kryqëzuar në kryq, vdekur për ne, mëkatarët, jemi mëkatar, ka vdekur për ne edhe ringjallur, sepse unë besoj Jezusi do shumë, na do shumë edhe nuk mund të qëndron në qiell, prandaj ka ardhur prapë për ne, edhe për të dhënë jetën e re edhe shpresa, veçanërisht shpresa, sepse sot bota nevojë shpresa e mirë për të jetuar edhe për të besuar në Zotin edhe për të drejtuar jetën tonë gjatë rrugës si Jezusi ka mësuar. Prandaj Pashka është një kujtim veçantë edhe një ftesë veçantë për ne që Zoti vjen edhe ringjallur për ne. Mesha e shenjtë zhvillohet si çdo vit në të dielën e Pashkëve, ndërsa Padre Sanhill përcjell dhe mesazhin e kësaj feste. Zoti i do të gjithë njerëzit dhe kërkon dashuri, paqe dhe mirëkuptim mes tyre. Sigurisht është shumë diela e Pashkës, ose festa e famshme gjithë bota. Edhe unë do të uroj gjithë besimtarëve, veçanërisht katolike edhe ortodokse që vjen do me të pas një javë kremtojnë. Vetëm një mesazh mund të lajmëroj që Zoti na do shumë edhe na shpëton, edhe gjithmonë kërkojnë një mundësi për të bashkëpunim me njëri tjetrin, sepse ka ardhur jo vetëm për katolikë, për gjithë njerëzit, ka ardhur për bota që ne njerëzit jetojmë me paqe, edhe për të besuar se ne nuk jemi vetëm në botë. Jezusi, Zoti është gjithmonë me ne. Besimtarët katolik në mbar vendin kremtojnë kështu Pashkët, festën që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Do të vijojmë tjera, zhvillimi me vazhdimi i shëtitores lungomare në plazhin e vjetër është një projekt ende në ndërtim me sipër. Rehabilitimi i plazhit të vjetër sipas banorëve do të ketë impakt drejt për drejt edhe në sektorin e turizmit në qytet. Por ka dhe të tjerë skeptik, të cilët e shohin projektin ndryshe. E për këtë pjesë të qytetarëve, ritmet e punës lëm për të dëshiruar. Vazhdimi i shëtitores lungomare në plazhin e vjetër është një projekt ende në ndërtim. Me sipër në zonën e plazhit ka marrë formë ndërtimi trases për betoni se ku do të ndërtohet kjo shëtitore. Për banorët e plazhit të vjetër dhe frekuentuesit e kësaj zone, ky projekt është tepër i nevojshëm në një zonë e cila nuk ka njohur asnjëherë zhvillim. Rehabilitimi i plazhit të vjetër sipas banorëve do të ketë impakt drejt për drejt edhe në sektorin e turizmit në qytet. Nuk e di. E shikojmë që po punojnë, po. Po si zhvillim në si? Po pa tjetër zhvillimi është si me nga dalë punohet. Si ju duke ritme të nga dalë? Shumë të nga dalë ta. Vajtë ka që kohës, kur nuk është në vend që dalë rëse.
Ndërkohë, ka kjo zonë nevojë për zhvillim pra për tilla projekte? Patjetër. Po, ç'mund të them, po mirë bëhet, po asë në avashë. Po i avashë, nuk e di pse kështu, duhet kishte mbaruar tani që shoh për shkakun që do vinë njerëzit. A do të sjellë zhvillim në zonën e plazhit të Po patjetër do sjell, patjetër do sjell. Është një zonë e cila ka nevojë vletëmi për projekte për rehabilitim? Po patjetër, edhe një terazi tjetër për shkakun ambientet do pastrohen, se këtu është i gërmar, si. Barishte e gjëra kështu. Po tani kështu është, po kush e di si kanë nga fondat që vijnë nga lart. Po shumë nga dalë po, shumë. Me ritmet shumë nga dalë ta. Do të sjellë zhvillim Po, kështë di sa shumë. Po, mirë, që mirë, shumë mirë. Plazhi vjetër, është një zonë që ka nevojë për tilla projekte? Po, si s'ka. Ka dhe të shtuken gjithë to karakatina dhe vjetra këtu, shoh skandal që shkon. Por ka edhe nga ata të cilët këtë projekt e shohin ndryshe. Për këtë pjesë të qytetarëve, ritmet e punës lën për të dëshiruar. Kjo pjesë e qytetarëve të Vlorës mendojnë se qyteti duhet të ketë edhe plazhet paprekura nga projektet që në përbërjet e tyre kanë vetëm betonin. Po lere jepi gason vjen keq pa asnjë lloj kuptimi se marr vesh kush e shfryzon lungomaren. Këtu, të paktën ne këte, kush e shfryzon lungomaren? Për çfarë arsye? Kot kurioz. Nuk mendon se duhet një shërbim që të ecë? Për çfarë? Po pse si do të kështu? Ai bën lungomaren, le të bëj çfarë do. Për mendimin tim tani ka mendime ndryshme, mund marrësh 2 vet aty dhe s'janë në një mendje. Po për mua absolute, ky është lagje shkëlqyer, sistemoi çik në kuptimin që që ato rehabilito ato mbeturinat kallëma ç'a ishte, sistemoi dhe ulam, ju na hajde këtu. Ndërkohë ritmet e punës? Po ritmet e punës, ai ka filluar gati viti 2 ky më duket mua. Avash më nge, ja sa të kalben këto kamionat, ç'a janë këto, janë në rregull pastaj. Do mbaroj ndonjë? Qa do mbaroj? Absolutisht, po lere, ku do mbaroj, qa do prisha, se kuptoj, unë nuk e di, unë jam ndërtues vetë, një ndërtimi i vada 171 që kam marruar, 171, vada 74 vjeç, po nuk e di, unë nuk mund të kuptoj. Prish molin e bëri 4 orë, ishin 50-100 kamione anin vlonjatet. Prish këtë, prish atë, bëj ndërtimet po të shikosh, bosh pallate, se njërës nuk ka. Bosh pallate, se kuptoj, me gjithë atë, aje ka reu se ka, dhe që ka një dhe arë, në thye kur të doj e i. Projekti Lungomares në plazhin e vjetër është një ndër projektet më të rëndësishme që zhvillohet në qytet, por ajo çka vlen të theksohet është fakti se duke marrë në konsiderat nisjen e punimeve në janar të vitit 2025, me afat realizimin 12 muaj, ky projekt tashmë duhet të kishte përfunduar, por në terren në fakt është realizuar vetëm 30% e tij. Një ngjarje me humbje jete ditën e djeshme, një grindje për motive të dobta ka përfunduar tragjikisht me humbjen e jetës së 63 vjeçarit. Ngjarja e regjistruar në lagjen Pavarësia, ku në konflikt janë përfshirë disa persona dhe lidhet me një konflikt të nisur disa ditë më parë mes djalit të viktimës, i cili gjithashtu ka mbetur i plagosur lehtë dhe autori të dyshuar ka patur këtë fund tragjik. Një grindje dyshuar momentale dhe për motive të dobta ka sjell si pasojë humbjen e jetës së një 63 vjeçari. Ngjarja është regjistruar rreth orës 15 të së premtes në lagjen Pavarësia të qytetit të Vlorës në rrugën Gjergj Gjaraniti. Dyshohet se disa persona janë përfshirë në një konflikt me njëri tjetrin, ndërsa 2 prej tyre kanë përfunduar në spital, teksa një 63 vjeçar ka humbur edhe jetën. Sipas informacioneve zyrtare të policisë së Vlorës, tashmë edhe autorët janë identifikuar, ndërsa janë 2 të tillë të cilët janë shpallur në kërkim nga uniformat blu të drejtorisë së policisë së qarkut Vlorë. Një grindje e dyshuar momentale ka përfunduar tragjikisht me humbjen e jetës së një 63 vjeçari në Vlorë. Ngjarja është regjistruar rreth orës 15 të ditës së premte në lagjen Pavarësia, ku në konflikt janë përfshirë disa persona. Si pasojë e përplasjes, 2 persona babë e bir kanë mbetur të dëmtuar dhe janë dërguar në spitalin rajonal të Vlorës. 63 vjeçari, identifikuar si Ismail Aliaj, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të rënda dhe dëmtimeve në kokë, duke ndërruar jetë në spital. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, ngjarja lidhet me një konflikt të nisur disa ditë më parë mes djalit të viktimës, i cili gjithashtu mbeti i plagosur lehtë dhe autorit të dyshuar. Ditën e ngjarjes, babë e bir kanë shkuar në rrugën Gjergj Gjaraniti për të sqaruar konfliktin me personin në fjalë. Në momentin e përballjes, autori ndodhi në makinë me familjen e tij, pasi sapo kishte marrë djalin nga spitali. Fillimisht palët kanë debatuar me fjalë, por situata ka degraduar në fyerje dhe më pas në përplasje fizike. Në konflikt janë përfshirë edhe 2 persona të tjerë të njohur të autorit.
Gjatë sherrit 63 vjeçari është goditur disa herë me grushta dhe shkelma. Si pasojë e goditjeve ai është rrëzuar në tokë dhe më pas ka ndruar jetë. Burimet bëjnë dije se viktima kishte edhe probleme me zemrën dhe ishte operuar më herët, çka mund të kenë ndikuar në pasojat fatale. Pas ngjarjes, autori dyshuar së bashku me 2 personat e tjerë janë larguar nga vendi i ngjarjes me makinë dhe janë shpallur në kërkim nga policia. Ndërkohë djali i viktimës, i cili mbeti i plagosur gjatë konfliktit, mori ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mësohet gjithashtu se rreth 1 muaj më parë viktimës ishte djegur automjeti, por sipas policisë, kjo ngjarje nuk ka lidhje me konfliktin, që çoi në humbjen e jetës së 63 vjeçarit. Të ndikuar nga hyrja në fuqi dhe vendimet e marra nga bordi i transparencës, rritja e çmimit të karburantit, qytetarët e Vlorës padyshim që reagojnë duke theksuar se rritja e çmimit i karburantit ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e produkteve të shportës, duke shkatruar ekonominë e tyre familjare. Bordi i transparencës ndryshon sërish çmimin e karburanteve. Mbledhur pas ditëve të premtes, bordi i transparencës ka vendosur të rrisë me 6 lek çmimin e karburanteve nga 218 lek për litër që shitej në pikat e tregtimit me paketë, si 1 litër naftë tashmë kushton 224 lek për litër. Vetëm të paketin parë, bordi i transparencës vendosi që çmimi i karburanteve do të ishte në unison në gjitha pikat e karburanteve. E megjithatë, për rreth një javë, ky çmim ka pësuar një rritje të konsiderueshme nga 6 deri në 15 lek për litër. Bordi i transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend duke sjellë një tjetër rritje për konsumatorët. Në mbledhjen e zhvilluar pas ditën e së premtes, u vendos që çmimi i karburanteve të rritet me 6 lek për litër. Vetëm pak ditë më parë, çmimi i naftës varionte rreth 218 lek për litër, ndërsa benzina shitej me rreth 181 lek për litër. Me vendimin e ri, nafta ka arritur në 224 lek për litër, një nivel i vendosur që prej pasdites të së premtes dhe që ka hyrë menjëherë në fuqi. Rritja e çmimeve ka nisur të reflektojë në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve, përfshirë edhe qytetin e Vlorës, ku qytetarët kanë ndjerë menjëherë ndikimin në kostot e përditshme. Kjo lëvizje e fundit e çmimeve vjen në një kohë kur tregu i karburanteve ka shfaqur luhatje të vazhdueshme. Në fakt, në një periudhë shumë të shkurtër kohore, karburantet kanë pësuar një rritje të ndjeshme që varion nga 6 deri në 15 lek për litër, si rezultati i 2 mbledhjeve të fundit të bordit të transparencës. Këto ndryshime të shpeshta po ndikojnë drejt për drejt jo vetëm te drejtuesit e mjeteve, por edhe në koston e transportit dhe çmimet e produkteve të tjera në treg. Ekspertët vlerësojnë se çdo rritje e çmimit të karburanteve ka efekt zinxhir në ekonomi, duke rritur kostot për bizneset dhe duke u reflektuar më pas edhe te konsumatori final. Ndërkohë, mbetet për të parë nëse në ditën në vijim do të ketë stabilizim të çmimeve apo luhatje të tjera në tregun e hidrokarbureve. Do të ndalemi te politika ku presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi sot NATO në 77 vjetorin e krijimit të saj me anë të postimit në rrjetet sociale. Një aleancë e ndërtuar mbi besimin dhe solidaritetin për garantimin e lirisë, sigurisë dhe mbrojtjen e përbashkët përshëndet këtë moment historik Begaj. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi sot NATO në 77 vjetorin e krijimit të saj me anë të një postimi në rrjetet sociale. Presidenti Begaj përshëndet këtë moment historik dhe riafirmon angazhimin e Shqipërisë për të qëndruar partneri pa lëkundur i NATO-s në shërbim të stabilitetit dhe sigurisë së përbashkët. Prej 77 vitesh, NATO është një nga arritjet më të rëndësishme të bashkëpunimit ndërkombëtar, një aleancë ndërtuar mbi besimin dhe solidaritetin për garantimin e lirisë, sigurisë dhe mbrojtjen e përbashkët. NATO vazhdon të jetë simbol i unitetit dhe përgjegjësisë kolektive, duke mbrojtur vlerat demokratike dhe forcuar sigurinë euroatlantike. Prej 17 vitesh, Shqipëria qëndron krenarisht si një antare e denj në këtë familje, duke kontribuar për paqen, sigurinë dhe mbrojtjen kolektive. Rritja e buxhetit të mbrojtjes, si dhe kontributi aktiv në misione e operacione të NATO-s, janë dëshmi e përkushtimit ton të palëkundur ndaj vlerave të përbashkëta, shkruan Begaj. Në Universitetin e Qerem Çabej është zhvilluar forumi i hapur Gjykate e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Forumi i bëri bashkë përfaqësues të botës akademike dhe sistemit të drejtësisë. Në Universitetin e Qerem Çabej u zhvillua një forum i hapur me temë Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtjes së qytetarit. Aktiviteti u organizua në kuadër të modulit Erasmus Plus Jean Monnet dhe synon të forcoj qeverisjen përmes edukimit mbi Bashkimin Evropian.
Forumi bëri bashkë përfaqësues të Akademisë dhe Sistemit të Drejtësisë. Në panel morën pjesë zëvendës rektoria profesoresh Merita Isaraj, kryetaria e gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, magjistrate Entela Selmanaj, gjyqtarja magjistrate Nertila Përallaj, Sonila Meka, drejtori komanduar i drejtorisë së koordinimit, promovimit të trajnimeve dhe analizës, si edhe drejtuesi i projektit, Dr. Arjan Gjini. Diskutimet u përshëndruan në rolin e gjykatës së drejtës së Bashkimit Evropian në garantimin e interpretimit të njëjtë të ligjeve në vendet anëtare, si dhe në parime themelore si efekti direkt dhe supremacia e së drejtës së BE-s. Në këtë kuadër u theksua rëndësia e dialogut gjyqësor dhe e roli gjyqtarëve kombëtar në zbatimin e së drejtës europiane, veçanërisht për Shqipërinë si vend kandidat në procesin e integrimit. Forumi u ndoq me interes nga student, pedagog dhe përfaqësues të institucioneve, duke krijuar një hapësirë të hapur diskutimi mbi drejtësinë dhe vlerat europiane. Do të ndalemi te humbja e Flamurtarit, rezultati 1-1, takimi në Vlorë mes Flamurtarit dhe Tiranës, një pikë për të dyja skuadrat, por që mbeten në pozita shumë të vështira në renditje. Flamurtari shkon në 25 pikë, por renditet sërish i fundit. Flamurtari dhe Tirana ndalen në një barazim 1-1, një rezultat që nuk i vlen asnjë skuadër, sidomos Flamurtarit që rëndon edhe më shumë pozitat në klasifikim. Ekipi vlonjat mbetet kështu në fundin e renditjes me 25 pikë në një luftë për mbijetesë që bëhet gjithmonë edhe më e vështirë. Takimi u zhvillua me rivalitet, ndërsa ishte Tirana që pa u mbushur 3 minuta lojë kaloi në avantazh. Pjesa e parë dhuroi shumë pak për të dyja skuadrat, me Flamurtarin që vetëm një herë rrezikoi portën në fundin e pjesës së parë. Ndërkohë në 45 minutat e dyta pati më shumë qarkullim topi nga vlonjatët, por vetëm në minutën e 93 erdhi barazimi pas një penalltie të shënuar nga Maksuti. Ndeshja u mbyll në shifrat 1-1, me vlonjatët që mbeten tashmë në një pozicion shumë edhe më të vështirë në renditje. Pas ndeshjes, trajneri i Tiranës Orges Shej dhe ai i Flamurtarit Andi Ribaj dhanë opinionet e tyre për 90 minutat e zhvilluara, duke u shprehur se skuadrat kërkuan fitoren, por në fund duhet të kënaqen me vetëm një pikë. Patjetër nga pozicioni që jemi të dyja skuadrat kërkojnë të merrin maksimumin, ne shku më afër fitores, por futbolli i tillë është, duhet ta pranojmë. Mendoni që e meriton Tirana të kalojnë apo një shifë rezultati i drejtë? Shikon, në futboll sigurisht që ka situata, ndeshja ka shumë ndeshje brenda dhe ka shumë ndryshime, edhe njerëzish edhe në strukturë. Dhe mendoj që thashë pak më parë që ishim më afër, aty afër don pak më shumë sakrificë, do më shumë përqendrim. Dhe ajo që ne kishim frikën duke marrë masat për bllokuar qendrën nga krosimet, por edhe për topat e dytë që ngelim në zonë, aty u ndeshkuam me penalti. Vazhdimësia do të vazhdojmë të punojmë, jemi akoma në pozicion jo komod, aty ku s'na takon edhe për shkak të fanelës dhe traditës. Do të vazhdojmë përpara dhe të shohim ndeshjen tjetër. Jemi dy ekipe që jemi rival direkt për të qëndruar në kategori, kërkoj fitoria, por si filloi loja, pësuam gol shumë të shpejt dhe ekipi nuk doli në ato detyrat që i kishim caktuar. Në pjesën e dytë ndryshuam, më pëlqeu shumë ekipi në pjesën e dytë, reaguam, shënuam, por duhet të merrni maksimumin e pikëve. Vështirësohet më tepër pozita me këtë barazim, sepse rivalet janë 3 dhe 5 pikë. Normalisht po nuk fitove është problem, por javës që vjen presin Vorën, një tjetër rival direkt dhe të bëjmë maksimumin të marrim 3 pikë. Ribaj, çfarë duhet të ndryshojë ekipi për të dalë te fitoria, sepse ndeshja e tretë që na mungon? Shiko, unë e kam thënë edhe më përpara, është një ngërç psikologjik për arsye sepse jemi poshtë në renditje, se po të ishim në një situatë tjetër, do ishte një lojë tjetër. Dhe nga presioni renditjes vjen dhe presioni i rezultatit. Në pyetje besoni te mbijetesa? Unë besoj shumë tek ta djem. Kam qenë korik që jam me ta dhe besoj shumë. Flamurtari ndeshjen e radhës do ta luajë sërish në Vlorë, aty ku pret një tjetër kundërshtar direkt si ekipi i Vorës, në një garë kur situata mbetet shumë e vështirë për mbijetesën në kategorinë superiore. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes këtë fundjavë. Kaloni mirë, mirupafshim.